Unë jam Blerta dhe kjo është La Villa Takeover nga unë. Çfarë do bëj unë gjatë kësaj jave? Do përpiqem paktën sepse shumica gjatë ditës janë të gjithë në përgjërime. Kjo jap një pamje sa më reale të asaj çfarë ndodh në La Villa Bajandale. Dhe pyetja e ditës që kisha sot është çfarë bën njerëzit të lumtur? Çfarë i bën të lumtur Sarsat e Andales për shembull? Po ti çfarë bën të lumtur? Jemi sinqert, ti. Më thuaj çfarë bën të lumtur? Ti më shpje. A të gjithë të shpje. Është gjë që të bën më shumë të lumtur ty. Dashuria. Herë më thot tall. Po pse do të mu talla plak? Dashuria. Dashuria në çfarë forme? Formën e byllë. Formën e misterit. Më bën të shumë të lumtur të uftaj. Po ndonjë gjë materiale. A ke? S'është thënë të kesh, thjesht po pyes kop. Jo. Si bën? Po, bilet avionit. Çfarë të bën ty të lumtur? Kur ecën puna mirë. Për shembull, Sa workaholic je. një këngë e bukur, një diell kur është dita me diell, një pushim, dikush kur më thot të dua. Më thuaj pak, çfarë të bën ty të lumtur? Buka. Për shembull, jo, ka njerëz që kur mërziten nuk kanë bukë. Unë kur mërzit nuk ha dy fish. A je shnoshur? Apo si mërzitur? A do të më thuash dhe ti se çfarë të bën të lumtur? Nuk jam veshur akoma. Më pa grim sa. Nuk është shumë bukur gjithsesi. Është çfarë të bën të lumtur? Çfarë më të lumtur? Lego. Bravo. Lëkura mirë. Okej.